Darka që nuk u përsërit më kurrë. Arbeni ishte një biznesmen i suksesshëm. Jeta e tij este me ritëm të shpejtë. Çdo ditë ishte e mbushur me takime, telefonata, udhtime, përgjegjësi dhe plane për të ardhmen. Ai kishte një bashkëshorte të mirë, edhe 3 fëmijë që i donte shumë. Por në gjithë të vrapim, kishte një njeri që po e linte gjithnjë e më shumë pas dore, pa e kuptuar. Nënën e tij. Nëna jetonte vetëm prej gati 20 vitesh, që kur bashkëshorti i saj kishte ndruar jetë. Arbeni e telefononte her pas here dhe e vizitonte kur gjente kohë, por vizitat ishin bërë gjithnjë e më të rrallë. Një mbrëmje, ndërsa po darkonte me bashkëshorten, ajo i tha: "E ke vënë re sa rrallë shkon tek nëna?" "Po, por e di si është puna. Kam shumë angazhime. Puna nuk mbaron kurrë." Ajo eshti për pak qaste edhe më pas shtoi: "Dua të më bësh një premtim. Merre nënën për darkë. Vetëm ju të dy." Fjalët e saj e prekën, po atë natë mori telefonin. Kur nëna dëgjoi zërin e tij në mbrëmje, u shqetësua. "Bir, çfarë ka ndodhur?" "Asgjë, nën. Thjesht dua të dalim për darkë bashkë." Në anën tjetër të telefonit ra heshtja. "Vetëm unë e ti?" "Po, me kënaqësi, bir." Kur Arbeni shkoi ta merrte 2 ditë më vonë, mbeti pa fjalë. Nëna ishte përgatitur sikur po shkonte në një festë të madhe. Kishte veshur fustanin që kishte ruajtur prej vitesh dhe flokët I kishte rregulluar me kujdes. "U tregova fëmijëve që sonte do të dal me djalin tim", I tha ajo me buzëqeshje. Shkuan në një restorant të qetë. Për herë të parë, pas shumë vitesh, nuk kishin asnjë nxitim. Folën për gjithçka, për fëmijërinë, për sakrificat, për babain, për ditët kur nuk kishin para, por kishin shumë dashuri. Në një moment kur Arbeni po I lexonte menun, sepse ajo nuk shinte mirë, nëna buzëqeshi. "Kur ishe I vogël, unë ta lexoja ty." Arbeni uli kokën, nuk dinte çfarë të thoshte. Për herë të parë po kuptonte sa shumë kishte marrë nga ajo grua dhe sa pak kohë I kishte kushtuar vitet e fundit. Mbrëmja kaloi shpejt. Kur e shoqëroi tek dera e shtëpisë, nëna e përqafoi fort. "Faleminderit, bir. Kjo ishte një nga ditët më të bukura të jetës sime." Arbeni premtoi se do ta përsërisnin shumë shpejt, por ajo darkë nuk u përsërit më kurrë. Pak ditë më vonë, nëna ndroi jetë pa pritur nga një atak në zemër. Lajmi e tronditi. Në funeral mes lodhve dhe dhimbjes, ai kujtonte vazhdimisht buzëqeshjen e saj atë mbrëmje. Disa ditë më vonë mori një zarf. Brenda ishte një faturë e paguar nga restoranti ku kishin darkuar. Bashkë me të, ishte edhe një letër e shkruar nga nëna. "Bir I dashur, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se nuk jam më. Kam paguar paraprakisht një darkë tjetër për ty dhe bashkëshorten tënde. Nuk e di nëse do të arrish ta kuptosh sa e lumtur isha atë mbrëmje. Për mua nuk ishte thjesht një darkë, ishte një kujtim që do ta merrja me vete deri në fund. Të dua shumë, nëna." Arbeni shpërtheu në lotë. Atë ditë kuptoi se në jetë ka gjëra më të rëndësishme se puna, biznesi apo para. Kuptoi se prindrit nuk kanë nevojë për dhurata të shtrenjta. Ato kanë nevojë për kohën tonë, për praninë tonë, për një telefonat, për një vizitë, për një përqafim, sepse vjen një ditë kur dëshiron edhe 5 minuta me ta, edhe nuk I gjen më. Prandaj mos e shty për nesër. Vizitoi prindërit sot, përqafoi sot, thuaj ju se I do sot, sepse koha që nuk u japim sot mund të mos na jepet më kurrë.